Një pyetje thot: Selam aleikum, a ka mundësi me në shpjegu përgojimin pak më detajisht? Çka konsiderohet përgojim? Wa aleikum selam rahmetullah. Përgojimin e ka shpjeguar dhe e ka definuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur kanë pyetur sahabët, ka thonë: dhikruka akhaka bima yakrah. Do të thonë ta përmendësh vllajën tënd që nuk është i pranishëm, ta përmendësh me diçka që ai nuk do t'i përmendet. Do të thonë atë që urren t'i përmendet. Nëse ja përmend, do të thonë kjo është përgojim, është ghibe. Edhe është prej mëkateve më të mëdha dhe për të ka dënime të rënda dhe njeriu duhet kujdeset fjalë që i thot, sepse ka thënë Allahu subhanahu wa taala: ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Do të thonë çdo fjalë që e flet njeriu duhet ta di se ka mbikëqyrës të precizë, do të thonë që shënon çdo gjë. Prandaj, do të thonë përgjithësi ky është përgojimi, por ndoshta ka për qëllim përjashtimet prej përgojimit. Duhet ta dim se kur është dobia ose nevoja e domosdoshme dhe dobia për ta përmendur dikant, edhe kemi shpjeguar gjatë mësimeve ato 6 çështje për të cilat ka përjashtim, kur njeriu, do të thonë, detyrohet të përmendet diçka që nuk është e mirë për vllajën e vet. Dhe një prej atyre që është e rëndësishme është paralajmërimi. Do të thonë për dikant, paralajmërimi i muslimanëve nga dëmi i dikujt. Do të thonë që të ruhen, të tregohet se e ka këtë dëm ose këtë devijim ose këtë bidat, ose ndoshta thret në bidat ose në shirk. Atëherë përmendet se ka thonë kështu, edhe me argumente, me drejtësi, e ka thonë këtë fjalë, në këtë libër, në këtë kaset ose në këtë audio, edhe tregohet si është e vërteta dhe se ajo që e ka thonë është devijim, do të thonë që të ruhen muslimanët. Por ndryshe, edhe çështje tjera, që kur ka nevojë patjetër të përmendet, por përmendja dhe përgojimi i muslimanëve vetëm për shfryrje të këtij epshi që kanë shumë prej njerëzve, kanë qejf që të flasin për tjerët, kjo është prej harameve të mëdha.